أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, selamet, salavatet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët të cilët ndjekin, pasojnë rrugtimin e pejgamberit tonë të dashur deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se urdhëresat me të cilët na ka obliguar Allahu nuk kanë ardhur tjetër vetëm se të na bëjnë neve besimtar më të mirë, më të sinqert, më të devotshëm, që të kemi një jetë sa më të rehatshme dhe të kemi gjithmonë pritshmërinë për shpërblimin I cili na pret nesër në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, njëri nga urdhëresat që Allahu I madhëruar e ka bërë për besimtarët prej kushteve të Islamit është institucioni I zakatit apo dhënia e zakatit. Zakati është një nga 5 shtyllat, përkatësisht një nga 5 konditat apo kushtet e fesë islame. Është adhurim I llojit të vet, I cili synon arritjen e qëllimeve sublime. Synimet e zakatit janë shumë dimensionale, por më të rëndësishme është ai shpirtëror dhe ekonomik. Dimensioni shpirtëror synon edukimin dhe kalitjen e besimtarit, synon neutralizimin e anomalive apo sëmundjeve shpirtërore që ndikojnë negativisht në cilësinë e besimit tonë. Ndërsa dimensioni ekonomik I zakatit synon zhvillimin e pasurisë si dhe ruajtjen e saj. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, nëse marrim në kuptimin e zakatit se çfarë do të thotë zakat, në aspektin gjuhësor apo etimologjik, zakat do të thotë shtim apo pastrim, që në kupton shtim apo pastrim I pasurisë. Allahu I madhruar na thot në Kur'anin famëlar: Qad aflaha man tazakka, ka shpëtuar ai I cili veten e tij e ka pastruar, që do të thotë ka shpëtuar ai besimtar apo ajo besimtare që veten e tij e ka pastruar me anë të zakatit duke e aplikuar këtë kusht nga ana Allahut fuqiplot. Ndërsa në një kuptim tjetër është se zakati është begati, që do të thotë se me dhënien e zakatit pasuria është e begatshme. Në këtë kontekst Allahu famëlart në Kur'anin e tij, e cilën e ka zbritur, thotë: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allahu thotë: merr prej pasurisë së tyre, prej pasurisë së besimtarëve lëmosh, që ti pastrosh me të dhe tu ashtosh të mirat. Pra me dhënien e zakatit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, pasuria jonë pastrohet dhe shtohet me lejen e Allahut fuqiplot. Duhet të dihet përveç se e kemi obligim nga ana e Allahut, po duhet që t'i dim urtësitë me të cilat I ka ky urdhër nga ana e Allahut fuqiplot, sepse çdo urdhër I cili është nga ana e Allahut fuqiplot ka urtësinë me të cilën ne gjithmonë duhet të dimë dhe mos të jemi asnjëherë të padijshëm rreth ligjeve dhe urdhrave të Allahut. Njëra prej urtësive të zakatit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, është se përmes këtij adhurimi njeriu I afrohet Allahut. Zakati është adhurim I cili realizohet përmes aspektit financiar, duke synu gjithmonë arritjen e kënaqësisë së Allahut Dhul Xhelal. Pra nuk është vetëm dhënia e zakatit, të japim zakatin, po me këtë të kemi gjithmonë dëshirën, synimin për të arritur një qëllim sublim,
i cili është arritja e kënaqësisë së Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu, sepse me këtë, pra me dhënien e zakatit, bëhet zbatimi i kësaj shtylle dhe konfirmohet besimi i sinqert i besimtarit ndaj Allahut. Andaj dhënia e zakatit është obligim dhe dëshirë absolute dhe urdhër nga ana e Zotit fuqiplot, e kështu ne duhet kuptuar. Zakati të nderuar vëllezër dhe motra luan shumë një rol të rëndësishëm, sepse është një nga burimet themelore prej nga mbushet buxheti i institucionit fetar, me qëllim me anë të cilit eliminohet skamja apo mospasja. Zakati në një farforme të nderuar besimtar e detyron njeriu që të punojë me qëllim që ta shtoj pasurinë. Pra nuk e bën njeriu dembel, po e bën njeriu gjithmonë punëtor që të arrijë përmes pasurisë që ta shtoj pasurinë e tij dhe ta pastroj pasurinë e tij. Zakati është edhe diçka me rëndësi. Është treshi përbindës shkatërues së jetës së njeriu. Cila është ajo? Cilat janë këto në këtë tresh shkatërues, të cilën e shkatëron zakati? Njëra prej tyre është varfëria, ignoranca dhe sëmundja. Pra këto të treja të nderuar besimtar, zakati është ai i cili i shkatëron, do thotë varfërinë, ignorancën dhe sëmundjen. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë: vërtet Allahu i ka obliguar të pasurit musliman me një sasi të pasurisë së tyre të japin, aq sa u ambulojnë nevojat e të varfërve të tyre që janë në advent. Zakati të nderuar besimtar është shkak për sigurimin e pasurisë nga plaçkitja dhe vjedhja. Në lidhje me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: ruajeni pasurinë tuaj me zakat, shëroni të sëmuarit tuaj me sadaka dhe përgatituni kundër sprovave me lutje. Të nderuar vëllezër besimtar, pra ky është zakati, ky është adhurimi me të cilën ne afrohemi Zotit të madhëruar. Dhe nëse shohim në historinë islame se ky urdhër nga ana e Allahut fuqiplot është aplikuar nga ata të cilët kishin frikë Allahun e madhëruar dhe na kanë lënë gjithmonë shembull se si duhet aplikuar zakati. E njëri prej tyre të nderuar vëllezër dhe motra është Omer ibn Abdul Azizi, ku në kohën e tij normat e realizimit të zakatit kanë qenë në përputhje me shariatin, që do të thotë të gjithë ata të cilët kanë poseduar pasurinë dhe kanë arritur nisabin në pikën e caktuar që fillon të jepet zakati, të gjithë në atë kohë, në periudhën e sundimit të Omer ibn Abdul Azizit radiallahu an, është aplikuar ky kusht, pra është dhënë zakati. Dhe tregohet se njerëzit dilnin dhe kërkonin të varfër që t'u japnin zakatin, por ata nuk gjenin. Që do të thotë, në kohën e tij, ai ishte i cili eliminoi varfërinë dhe skamjen nëpërmjet këtij kushti të rëndësishëm i cili është zakati. Të nderuar vëllezër dhe motra, zakati reflekton besimin e thellë të besimtarit, pastërtinë dhe çiltërsinë e zemrës. Pra me anë të zakatit ne tregojmë cilësinë e besimit ton, se si jemi në besimin ton dhe në çiltërsinë e zemrës ton, pra duke shfarosur kopratësinë dhe duke e eliminuar ata. Qëllimi nga obligueshmëria e zakatit është se me të synohet falënderimi i Allahut subhanahu wa taala, me të cilin ai na dha shumë të mira. Pra ne, përveç se japim zakatin, duhet të dimë se Zoti na dha neve shumë të mira. Dhe përveç të mirave që kemi, shëndetin, familjen dhe sigurinë që kemi, Zoti na dha një diçka shumë të madhe që është pasuria. E ne duhet që përmes çështjes së zakatit, përveç se pastrojmë dhe shtojmë pasurinë tonë, e bëjmë që të jemi falënderues ndaj të mirave të Allahut që neve na dha. Allahu neve na dha shumë të mira, andaj vëllezër dhe motra, asnjëherë mos të ngurojmë në dhënien e zakatit, ky kusht i cili synon vetëm e vetëm që të kalitemi dhe të jemi më të mirë nga anën shpirtërore dhe të besojmë Allahun ashtu siç na ka urdhëruar ai. Pra me dhënien e zakatit,
asnjëherë nuk paksohet pasuria jonë. Me dhënien e zakatit shtohet, pastrohet pasuria jonë, e kjo është njëri prej kushteve me të cilët Allahu i madhruar neve na ka treguar në Kur'anin famëlar, se ne po që se jemi në atë formë, në atë mënyrë, në atë shkallë të pasurisë që është e përcaktuar, ne duhet që ta japim zakatin, që është urdhër nga ana e Allahut fuqiplot. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në muajin e Ramazanit dhe muaji i Ramazanit besimtarët edhe gjithmonë e shohin më të përshtatshme që të jipet zakati, që të pastrohet pasuria. Pse? Sepse në muajin e Ramazanit veprat shumëfishohen dhe më e mira është që ne të japim zakatin në muajin e Ramazanit, që të pastrojmë pasurinë tonë, që ta shtojmë pasurinë tonë dhe të jemi më afër skamnorëve dhe të varfërve. Lutë Allahun e madhruar që ky muaj të jetë muaj i cili besimtarët vetëdijsohen dhe japin këtë kusht. Pra japin zakatin, këtë urdhër nga ana e Allahut fuqiplot, dhe me të pastrohen besimtarët. Ky pra që është synim i këtij urdhri nga ana e Allahut fuqiplot. Edhe një herë lutë Allahun e madhruar që Allahu të sjell begati dhe falën këtë muaj, Allahu na e pranoft zakatin ton, sadakan ton dhe çdo vepër të mirë me të cilën i afrohemi Allahut subhanahu wa taala duke arritur kënaqësinë e tij. Allahu na pranoft këtë ditë të agjerimit dhe gjithë Ramazanin të cilën po agjerojmë për Allahun subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.